Joni Keta është zgjedhur sot kreu i Byros Kombëtare të Hetimit. Me 11 vota pro, antarë të KLP votuan kandidatin e propozuar nga Prokuroria e Posaçme, SPAK. Joni Keta do të ketë një mandat 5 vjeçar në drejtimin e FBI-s shqiptare. Keta ka mbajtur detyra drejtuese brenda BKH-s dhe aktualisht ushtron funksionin si kreu i komanduar. Joni Keta ka shërbyer për 15 vite në sistemin e drejtësisë si oficer i policisë gjyqësore dhe njihet për rekordet në hetimet financiare dhe ndaj krimit të organizuar. Byroja Kombëtare e Hetimit është një strukturë kyçe brenda SPAK, e ngarkuar me hetime proaktive, teknike dhe të thelluara mbi korrupsionin e nivelit të lartë dhe krimin e organizuar. Modeluar sipas FBI-s amerikane dhe ngritur me mbështetjen e programeve ndërkombëtare si ICI-TAP dhe PAMECA, BKH luan një rol të rëndësishëm në funksionimin e reformës në drejtësi.